Benita dhe Alba ulen bashkë në divanin e kuzhinës pas një dite të gjatë plot debate dhe tensione. Të dyja duken më të qeta tani që janë vetëm dhe nuk i dëgjon askush tjetër. Benita i hedh një vështrim Albës dhe fillon bisedën me një ton të sinqert, por edhe pak strategjik. Alba, po të them sinqerisht. Këto vajzat këtu janë të gjitha me maska. Secila po luan lojën e vet, secila përpiqet t'i hedh hije tjetrës. Duhet të jemi të zgjuara, thot ajo duke tundur kokën. Alba tund vetullat, duket se e ka menduar edhe ajo të njëjtën gjë, e vërtet është. Shikoj Elionën, Bian, Sasan. Të gjitha po thurin plane. Ndonjëherë duket sikur mezi i presin të na fusin në ndonjë dramë. Benita afrohet pak më shumë dhe ul zërin, sikur po i thot diçka sekrete, prandaj unë po mendoja. Pse mos të jemi bashkë? Unë dhe ti të dyja. Të mos i lëm këto vajza të na përmbysin. Ne jemi më të forta se ato. Alba qesh lehtë, por nga mënyra si e shikon Benitën, duket se ideja i pëlqen shumë. E di që ke të drejtë. Të dyja kemi karakter të fortë. Nuk na përdor dot askush. Dhe nëse bëhemi bashkë, dalim të pathyeshme këtu. Benita e prek në krah dhe i thot me bindje, unë e shoh që shumë kanë frikë nga ne. Jo vetëm nga debati, por nga fakti që nuk jemi si ato. Ne i themi gjërat troq. Ne nuk shtiremi. Alba qesh me krenari dhe i thot. Po, dhe më pëlqen kjo gjë. Të paktën unë e di që me ty mund të flas pa u menduar 2 herë. Nuk e ke 2 fytyra si disa. Biseda mes tyre bëhet edhe më e thellë ndërsa ato fillojnë të analizojnë një nga një vajzat në shtëpi, cilat janë të dobta psikologjikisht, cilat thyen lehtë, cilat shtiren për kamera, cilat ndërrojnë qëndrime sa herë ka debat. Në fund, Benita i zgjas dorën Albës, sikur po bëjnë një marrëveshje të vërtet. Alba, nga sot. Aleancë? Ne të dyja? Ajo ja shtrëngon dorën me vendosmëri. Aleancë. Dhe le t'u tregojmë të gjithëve që jemi më të fortat. Jo vetëm me fjalë, por edhe me lojë.